Në këtë skenë prekse dhe plot emocione, Azize dhe Devrani zhvillojnë një bisede të sinqert, ku për herë të parë përbalen me plaget e së kaluarës. Gjithçka nis kur Devrani i kërkon Azizes të mos jetoj më vetëm me dhimbjet dhe kujtimet e vjetra, duke i thënë se duhet të mendoj për të ardhmen. Por Azize nuk është dakord. Ajo i kujton se vuajtjet nuk harrohen aq lehtë dhe se fjalët nuk mjaftojnë për të fshirë plaget që ka lënë jeta. Azize mbron me forcë motrat dhe vëllezërit e saj, duke i thënë Devranit se ai nuk e di as pak se çfarë kanë kaluar dhe sa shumë kanë vuajtur për të mbijetuar. Ajo nuk pranon që dikush t'i gjykojë pa e njohur historinë e tyre dhe paralajmëron të mos flasë për gjëra që nuk i ka përjetuar. Nga ana tjetër, Devrani vendos të hap zemrën dhe të tregojë edhe ai një pjesë të dhimbshme të jetës së tij. Ai rrëfen Azizes se edhe familja e tij ka kaluar sprova të rënda. Që në moshën 5 vjeçare, ai kishte mësuar çfarë do të thoshte hakmarrja mes familjeve dhe se edhe jeta e tij nuk kishte qenë as pak e lehtë. Megjithatë, Azize i përgjigjet me dhimbje se vuajtjet e saj kanë qenë edhe më të rënda. Ajo i kujton se ka parë prindërit e saj të vriten para syve të saj dhe se më pas është detyruar të largohet drejt Stambollit zbathur, pa para dhe pa asken pranë. Fjalët e saj e lën Devranin pa përgjigje dhe tregojnë peshën e madhe që ajo mban në zemër prej vitesh. Në këtë skenë plot tension dhe emocione, Javuzi bie në duart e Shevdetit, Semos dhe njerëzve të tyre. Pas gjithë të këqijave që ka bërë dhe dhimbjes që u ka shkaktuar shumë njerëzve, më në fund vjen momenti i përbaljes. Ata e zënë në prit dhe janë të vendosur ta bëjnë të paguaj për krimet e tij. I lidhur dhe pa mundësi ratisjeje, Javuzi përbalet me zemërimin e atyre që kanë vuajtur prej tij. Semo kërkon hakmarrje për humbjet që ka pësuar dhe është gati ta vrasë me duart e veta. Atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë, ndërsa të gjithë presin se si do të përfundojë kjo përbalje. Megjithatë, në momentin vendimtar ndodhe papritura. Pavarësisht dhimbjes dhe urrejtjes që ndihen, Shemo nuk arrin ta qellojë Javuziun. Ai nuk dëshiron të bëhet një vrasës dhe të ndjek të njëjtën rrugë si armiku i tij. Ky vendim tregon se, ndryshe nga Javuzi, ai nuk e ka humbur njerëzoren. Duke parë hezitimin e Shemos, të tjerët kuptojnë se zemra e tij nuk do të gjejë kur qetësi përmes hakmarrjes. Në atë çast ndërhyjnë për ta ndalur dhe i heqin armën nga dora. Ata i kujtojnë se nuk duhet t'i njolosë duart me gjak dhe se drejtësia do të vijë në një mënyrë tjetër. Në këtë skenë dramatike dhe plot emocione, Azize mbërrin në momentin e fundit dhe arrin të ndalojë Shemon përpara se ai të marrë një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Duke parë Javuziun të lidhur dhe të pambrojtur, ajo ndërhyn menjëherë dhe u kërkon të gjithëve ta lirojnë. Edhe pse Javuzi është njeriu që i ka shkatëruar jetën dhe është përgjegjës për vrasjen e prindërve të saj, Azize refuzon të lejojë që hakmarrja të vazhdojë. Për të, një tjetër vrasje nuk do ta shuajë dhimbjen, por vetëm do ta pa plagë të reja dhe do ta zhysë familjen në një cikël të pafundjakmarrjeje. Shemo nuk arrin ta kuptojë vendimin e motrës së tij. Ai shpërthen nga zemërimi dhe e pyet Azizen se si mund ta mbrojë njeriun që u vrau nënën dhe baban. I lënduar dhe i revoltuar, ai nuk pranon ta falë Javuziun dhe kërkon që ai të paguajë për krimet e tij. Azize, me lot në sy, i përgjigjet se nuk po lufton për jetën e Javuzi, por për jetën e njerëzve të saj. Ajo rrëfen se është lodhur nga urrejtja, gjaku dhe dhuna, dhe se dëshiron që kjo histori të marrë fund një herë për gjithmonë. Ajo nuk lejon që Semo të bëhet vrasës dhe ta mbajë mbi supe një barë që do ta ndjek gjithë jetën. Më pas, Azize përballet me shashajn e saj, Shevdetin, dhe i kërkon llogari pse lejoi që Semo të përfshihej në një ngjarje kaq të rëndë. E zgënjyer, ajo i kujton se ja kishte besuar motrat dhe vëllezërit, ndërsa ai e lejoi nipin e saj të hynte në rrugën e hakmarrjes. Shevdeti përpiqet ta bindë se kjo ishte e vetmja mënyrë për t'i dhënë fund kësaj historie, por Azize këmbëngull se dhuna nuk është zgjidhje. Në një moment tjetër preks, Javuzi i drejtohet Azizes duke e thirrur me fjalën vajza ime, por ajo e ndalon menjëherë. Me vendosmëri, Azize ja bën të qartë se ai nuk ka të drejtë ta quajë kështu dhe se nuk do ta pranojë kurrë si pjesë të familjes së saj. Në këtë skenë plot tension, Azize përballet sërish me Javuziun pas ngjarjeve të rënda që tronditën të gjithë. Edhe pse ai sapo i shpëtoi jetën falë ndërhyrjes së saj, Javuzi nuk heq dorë nga urrejtja dhe dëshira për hakmarrje.
Ai betohet se do t'u kërkoj llogari të gjithë atyre që i konsideron armik dhe paralajmëron se kjo histori nuk ka përfunduar ende. Azize nuk lejon që situata të përshkallëzohet. Me vendosmëri, ajo i thot Javuziut se nuk duhet të bëj më asgjë dhe se çdo hap drejt hakmarrjes do t'i sjell vetëm më shumë dhimbje. Ajo i kujton se gjithçka mori fund në momentin kur vendosi ta ndalonte gjakderdhjen dhe se nuk do të lejoj që urrejtja të vazhdoj të shkatërroj jetët e të gjithëve. Në atë qast ndërhyn Devrani. Ai drejtohet Javuziut me një ton të prerë dhe i kërkon të qetësohet e të mos krijojë më probleme. Devrani i kujton se tashme ka marrë vajzën e tij, martesa është bërë dhe se nuk ka më asnjë arsye për të vazhduar konfliktin me familjen e Azizes. Ai e paralajmëron të mos i shqetësojë më ata dhe ta mbyll një herë për gjithmonë këtë kapitull. Më pas, Devrani urdhëron Mesutin ta shoqërojë Javuziun në shtëpi. Para se të largohet, ai kujton se duhet të jetë mirënjohës Azizes, sepse pavarësisht gjithçkaje që i ka bërë, ajo ishte personi që i shpëtoi jetën. Sipas Devranit, jo çdo kush do të kishte treguar të njëjtën mëshirë për njeriun që i ka shkaktuar kaq shumë vuajtje. Shevdeti përpiqet të qetësojë Semon, i cili ende nuk e ka kapërcyer zemërimin dhe dhimbjen. Ai shpjegon se Azize nuk e mbrojti Javuziun sepse donte ta shpëtonte atë, por sepse nuk dëshironte që Semo të njolloste duart me gjak dhe të shkatërronte të ardhmen e tij. Më pas, Shevdeti largohet së bashku me Semon, ndërsa Arifi i afrohet për të biseduar. Ai thot se ajo që ndodhi nuk ishte as pak e mirë dhe se të dy e din që çështja me Javuziun nuk ka marrë fund. Arifi është i bindur se Javuzi nuk do ta lërë me kaq dhe se do të kërkojë hakmarrje. Megjithatë, Shevdeti përpiqet ta mbyllë këtë kapitull. Ai shprehet se tani prioriteti i tij dhe i Azizes është të mbrojnë 5 fëmijët, të cilët kanë nevojë për qetësi dhe siguri. Për të, jeta e tyre është shumë më e rëndësishme se çdo konflikt apo hakmarrje. Gjatë bisedës, Arifi pranon se ndoshta i kanë kërkuar shumë Shevdetit dhe se ai ka bërë sakrifica të mëdha për të gjithë. Me sinqeritet, ai kërkon falje nëse e kanë rënduar më tepër se ç'duhej dhe i thot se nuk do ta harroj kurrë ndihmën që u ka dhënë. Shevdeti nga ana tjetër nuk pranon të flitet për borshe mes miksh dhe i bën të qartë se gjithçka që ka bërë e ka bërë me zemër. Në fund të skenës, Semo i afrohet Arifit dhe i kërkon falje me respekt. Më pas, ai kujton një premtim që Arifi i kishte bërë më parë, t'i gjente një punë. Semo shprehet se dëshiron të largohet nga problemet dhe të fillojë një jetë të ndershme përmes punës. Arifi gëzohet kur dëgjon këtë vendim dhe i premton se do ta ndihmojë. Ai e fton që të nesërmen të shkojë në lokalin e tij, ku do t'i gjejë një punë të përshtatshme. Shevdeti e mbështet këtë vendim dhe jep miratimin e tij, duke treguar se beson se Semo meriton një mundësi të re për të ndërtuar të ardhmen e tij, larg dhunës dhe hakmarrjes. Në këtë skenë romantike dhe prekëse, Melisa gjen Shemon ulur vetëm, të zytur në mendime pas ngjarjeve të rënda që ka përjetuar. Ajo e kupton menjëherë se diçka nuk shkon dhe përpiqet ta bëjë të flasë. Semo i rrëfen Melisës se ishte shumë pranë marrjes së një vendimi që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Ai pranon se mendonte se do të ishte në gjendje të vriste njeriun që u mori jetën prindërve të tij, por në momentin vendimtar nuk arriti ta bënte. Duart i driheshin dhe e kuptoi se nuk ishte një vrasës. Melisa e dëgjon me qetësi dhe i jep forcë me fjalët e saj. Ajo i thot se askush nuk ka të drejtë t'i marrë jetën një tjetri, pavarësisht dhimbjes apo arsyeve që mund të ketë. Sipas saj, kur vritet një njeri, nuk humbet vetëm ai, por shkatërrohet edhe jeta e familjes së tij. Fjalët e Melisës e bëjnë Semon të reflektojë dhe ta kuptojë se zgjedhja për të mos vrarë ishte vendimi i duhur. Për të ndryshuar atmosferën, Melisa i tregon se kishte dalë fshehu razi nga shtëpia dhe kishte qenë në dyqanin e nënës së saj për të blerë rroba për ditëlindjen e një shoqeje. Me humor, ajo pranon se i bleu pa e marrë me vete Semon dhe i kërkon ta mbajë sekret. Biseda merr një kthesë më romantike kur Semo i hap zemrën. Ai i thot Melisës se megjithse jeta e tij është plot me probleme dhe dhimbje, sa herë që e sheh atë, gjithçka duket sikur qetësohet. Prania e saj e bën të ndihet ndryshe dhe i sjell një ndjenjë paqeje që nuk e ka përjetuar prej kohësh. Edhe Melisa nuk i fsheh ndjenjat. Para se të largohet, ajo i uron natën e mirë dhe i thot Shemos një fjali që e prek thellë. Edhe ti je një njeri shumë i çmuar për mua.
Këto fjalë lën të kuptohet se mes tyre po lind një ndjenje e veçantë, e cila mund të shndërrohet në një histori të bukur dashurie.